Vetëm disa muaj më parë, përfundoi investimi për rehabilitimin e rrjetit rrugor të brendshëm në fshatrat e njësisë administrative Buçimas të Pogradecit. Një ndër zonat që përfitoi ishte edhe fshati Rrëmenj, ku dy segmente rrugore që lidhin lagjet mes tyre u rikonstruktuan, duke sjellë fillimisht lehtësim për banorët. Por jo shumë kohë pas përfundimit të punimeve, në disa pjesë të këtyre rrugëve ka nisur të shfaqen dëmtime serioze. Sipas banorëve, situata është përkeqësuar ndjeshëm pas rreshjeve të para të shiut, duke rrezikuar jo vetëm infrastrukturën, por edhe sigurinë e përditshme. Vetëm kur filloi rreshjet e shiut, dhe gradualisht në binte pak e pak. I rrezikshme është më tepër për fëmijët, se kalojnë me biçikleta dhe njëri tjetër me shpejtësi. Lagja ka makina që kalojnë? Po, fakit. Vetëm lagja, ka raste i bjen që këte, lagja është e bllokuar shumë, ande i bjen që këte. Bilet e su gëzuam dot, shqyqy që u betë, se kjo kështë mbi 30 vjetë, këte si shte vendor fare, në këtë lagjen tonë, edhe pse ishim pjesë e taksave, se është një lagjë goxha e madhe. Për fatën mirë, thafë shqyqy që u shtruar. Banorët thonë se problematikat janë të shumta, duke nisur nga cilësia e dobët e punimeve deri te mungesa e elementeve mbrojtës në zonat më të rrezikshme. Kemi ankesa shumë ankesa atje, se tash investimet janë bërë sa s'ka, ku e erdhur Terezia për votime, për drejqe atje, hajde në atje, po tash një makinë që mund ta kem timen unë, ku mund ta parkoj? Nuk e di, 7-8 muaj, ja. Por e kur u bë këtu, po është shten themeli mbi kasht. S'kemi që t'i bëjmë me ta që thashën, edhe janë rruga që është në qikë më lartë, që do mundet që t'investohet, po ta shikosh edhe njëra atje, edhe i muri tjetër do bjerë. Do bjerë se lekat ata e dinë, ata le të mbushin xhepin. Më lartë po, si nuk rrezikojnë. Unë kam shtëpinë pas lumit, aty unë është mbushur shtëpia me luc. Nuk i ankojmë shtetit, nuk dua lek fare, po të paktën hajde gjeni mendjen. Ndërkohë, banorë të tjerë ngrenë akuza të drejtë për drejta për mënyrën se si janë kryer punimet, duke pretenduar se mungesa e një themeli të qëndrueshëm po sjell degradimin e shpejtë të rrugës. Gari që kalo? U bë muri. I tha burri, ore gjini bazamentin se muri tha këtu kthehen tëra maune, tëra makinat, se këtu është kryqëzim. Oho, dashki juve tha punë tha. Shoqë që bëme kaq tha dashki tha të tjera. Shumë e rrezikshme vëlla. Kur del makina tonë me flamë, ju me flamë dalin. Me flamë. Ale kur në dimër kur atë vora, makina më shqen neve makina fluturojnë në lumët. Edhe një tjetër, aman, ndihmoni se në ngela. E po tash këtu është kryqëzim vëlla. Tu duhet një muri fort, tu duhet me ekura. Nuk duhet muri kështu. Për cilësi është, ata nuk futen me ekura, ata e bëjnë në majtë kumllave. E bëjnë majtë akaceve e bëjnë murin, nuk e bëjnë murin me themel. Banorët e Rrëmenjit kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës dhe izolimin e mundshëm të lagjeve. Ata theksojnë se një investim i shumëpritur nuk duhet të përfundojë në një problem të ri për komunitetin.